Përshëndetje të gjithëve. Sot ndaj me ju një recetë nga tradita e hershme shqiptare. Janë speca të mbushura me kos, ashtu si përgatiteshin dikur në fshat. Por edhe kjo recetë ka sekretet e veta. Fillojmë me përgatitjen duke zbuluar recetën në vazhdim. Këtu kam speca jeshil dhe të kuq. Janë speca fushe, jo të serës. I vendosim në një tenxhere duke i ndarë në dy pjesë, duke pastruar nga farat dhe nga pjesa fundore. I shtojmë krip, është krip e papërpunuar, si i themi ne krip kokërmadhe, duke shtuar një shtres me speca dhe një shtres me krip. Duhet bërë patjetër ky proces, pasi ndihmon në reduktimin e ujit të tepërt të specave. Sigurisht që duke qëndruar përgjatë gjithë natës në krip, specat edhe zbuten, edhe largohet uji i tepërt dhe marrin atë kripën. I vendosim kapakun dhe i lëm të pushojnë. Unë tenxherën e mbusha plot. Shikoni si kanë rënë nga vëllimi dhe sa ujë që ka krijuar. E largojmë ujin e tepërt, e kullojmë, sigurisht që ruhet ende kripa në speca dhe specat në këtë moment janë zbutur. Mbushim kavanozët, mund t'i vendosim të mbushura plot duke i ngjeshur, por dhe mund t'i lëmë në gjendje të lirë. Dhe sekreti që kanë specat me gjizë, duhet patjetër që qumshti të jetë i trash. Qumshtin kur e kam vluar, pasi është ngritur qumshti lart, është qumësht fermerësh patjetër, e kam lënë të avulloj pak qumshti, është larguar gati 30% e qumshtit. I shtova 2-3 lugë të çajit me kos, e përzjeva mirë dhe me këtë sasi qumshti mbushim kavanozët. Dhe ky është sekreti i këtyre specave. Duhet patjetër që qumshti të jetë shumë i trash dhe të qëndroj si gjizë në speca. Edhe specave i është larguar uji, ndaj mendoj se këto speca do bëhen shumë të mira. Veprojmë si veproj me kosin, e mbulojmë me një peshqir të ngrohtë dhe pasi të formohet kosi për 3-4 orë, unë e vendos edhe 2-3 orë të tjera në frigorifer dhe më pas janë gati për të konsumuar. Familjarët e mi nuk e dinin që unë e kisha me regjistrim dhe i kishin nisur. Megjithatë, duket cilësia e specave me kos. Vendosim një pjesë në një pjatë, do t'i shtojmë dhe vaj ulliri dhe i kemi gati. Kosi që ka marrë atë aromën e specave, ka edhe pak krip dhe duken kaq të shijshme. Nëse nuk e keni provuar kur këtë recetë, është koha që ta sillni në tryezën tuaj. Të dashur miq, kjo ishte edhe receta që kisha përgatitur sot për ju. Ju falenderoj që më ndiqni.